takim ka rëndësi të veçantë institucionale sepse krijon një hapësirë të nevojshme komunikimin nëpërmjet institucioneve që brenda kompetencave të veta kushtetuese dhe ligjore kanë secili përgjegjësi në forcimin e shtetit të së drejtës. Në kundërshtrimi i përvojës posaçme, këto rekomandime do të analizohen me seriozitet dhe përgjegjësi të plotë brenda institucionit. Ne do të shqyrtojmë ato në raport me kompetencat ligjore të SPAK-ut, në raport me kornizën tonë strategjike, në nevojat konkrete të hetimit dhe ndjekjes penale si dhe në standardet procedurale. Për SPAK-un, viti 2026 do jetë një vit i konsolidimit të mëtejshëm i institucional. Gjatë viteve të fundit, përvojë e posaçme është përballur një kërkesë pune gjithnjë edhe më të madhe me çështje më komplekse, me pritshmëri më të larta publike dhe me forma kriminaliteti që ndryshojnë shpejt. Korrupsioni i nivelit lartë, krimi organizuar, pastrimi i parave, kriptovalutat, komunikimet e kriptuara, kërkojnë një përgjigje institucionale më të specializuar, më teknike dhe më të qëndrueshme. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar nuk mund të kufizohet vetëm te ndjekja e autorëve individual. Ajo duhet të synojë strukturat, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse, pasuritë që burojnë nga veprimtaria kriminale. Për këtë arsye, hetimi financiar dhe i pasuror do të vijojnë të jetë pjesë thelbësore të punës sonë. Po SPAK do të vijojë të forcojë qasjen proaktive në hetim. Krimi organizuar nuk pret të referohet, ai duhet identifikuar, analizuar dhe goditur përmes inteligjencës kriminale, analizës financiare, bashkëpunimit ndërkombëtar dhe përdorimit të mjeteve moderne hetimore. Kjo kërkon prokuror të specializuar, hetues të përgatitur, analist financiar, ekspertizë teknologjike, sisteme të sigurta për administrimin dhe analizimin e informacionit. Përmirësimi institucional nuk është vetëm çështje vullneti, vullneti është i domosdoshëm, por jo i mjaftueshëm. Hetimet moderne kërkojnë burime njerëzore të mjaftueshme, teknologji, infrastrukturë të sigurt, trajnime, akses në databaza, kapacitete analitike e mbështetje buxhetore të përshtatshme. Për këtë arsye, krahas angazhimit të brendshëm të SPAK-ut për të përmirësuar këto nivele, është e rëndësishme që sfidat e reja të shoqërohen dhe me mbështetje konkrete buxhetore dhe institucionale. Kjo mbështetje nuk duhet parë si një privilegj institucional, por si investim në aftësitë e institucioneve të drejtësisë për të luftuar korrupsionin, krimin organizuar dhe pastrimin e parave në mënyrë sa më efektive. SPAK është i vetëdijshëm se çdo burim shtesë duhet shoqërohet me përgjegjësinë më të lartë, me përdorim racional të kapaciteteve dhe me rezultate të mashme. Prandaj, analiza e rekomandimeve të shërbejë edhe për të identifikuar se cilat masa mund të merren me njëherë me burimet ekzistuese, cilat kërkojnë përmirësim të praktikave të brendshme, cilat kërkojnë akte rregullatore apo organizative dhe cilat kërkojnë mbështetje shtesë financiare, teknike apo njerëzore. Një tjetër aspekt që më të vëmendje është cilësia procedurale e hetimit. Një institucion i fortë nuk marrë vetëm nga numri i çështjeve, por edhe nga mënyra se si respektohen garancitë procedurale, si respektohen aktet, si respektohet parimi i profesionalitetit të masave, si mbrohen dhënat personale, si ruhet sekreti timor dhe si garantohet e drejta e procesit të rregullt. SPAK synon të jetë institucion i vendosur, por edhe i kujdesshëm, i pavarur, por edhe llogaridhënës, transparent ndaj publikut, por pa cënuar hetimin, i hapur për bashkëpunim, por i qartë në kufijtë e kompetencës së vet. Kjo është mënyrë vetme për të forcuar jo vetëm efektivitetin, por edhe legitimitetin publik të punës sonë. Në këtë kuadër, rekomandimet që lidhen me integritetin, etikën, standardizimin e praktikave, menaxhimin e çështjeve dhe rritjen e transparencës institucionale do të trajtohen me vëmendje të posaçme. Bashkëpunimi ndërkombëtar mbetet gjithashtu një shtyllë e domosdoshme. Shumë nga çështjet që trajton SPAK-u kanë element ndërkufitar, prova jashtëvendit, pasuri transferuar në jurisdikcione të huaja, grupe kriminale që veprojnë në disa shtete apo lidhje me tregje kriminale ndërkombëtare. Për këtë arsye, rritja e kapaciteteve për letërporosi, ekstradime, skuadra bashkëtimore dhe bashkëpunim me antësitë partnerë është një prioritet praktik dhe jo thjesht formal. Në ditën kohë, bashkëpunimi me prokurorinë e përgjithshme, me policinë e shtetit, me agjencitë të tjera ligjzbatuese, me institucione financiare dhe me institucione të tjera publike, duhet zhvillohet në bazën e rolet të qarta, shkëmbimit të lishëm të informacionit dhe përgjegjësisë së vërtetës. Lufta kundër kriminalitetit kompleks nuk mund të jetë punë e një institucioni të vetëm. Ajo kërkon një arkitekturë funksionale e institucionesh që bashkëpunojnë pa cënuar pavarësinë e njëra tjetrës.
pak të qaset rekomandimeve me seriositet institucional, ne do të bëjmë analizën tonë të brendshme, do të identifikojmë masat që lidhen dhe për drejtën me veprin tonë, do të vlerësojmë nevojat për përmirësim, do të marrim hapat e nevojshme për në kompetencat tona. Dëshiroj të rikonfirmoj se programi i posaçëm mbetet e angazhuar për të forcuar më tej cilësinë e timeve, përdorimin e metodave moderne, timin financiar, bashkëpunimin ndërkombëtar, integritetin institucional dhe respektimin e drejtave procedurale. Këto nuk janë objektive të ndara nga njëra tjetra, ato janë pjesë e të njëjtës qasje, njëjtësi penale efektive e pavarur profesionale dhe besueshme. Në përfundim falenderoj prokurorin e përgjithshëm dhe ministrin e drejtësisë për këtë takim. SPAK vlerëson dialogun institucional dhe do të kontribuojë në këtë proces me seriozitet, maturi dhe përgjegjësi. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kërkon institucione të forta, por institucione që respektojnë kufijtë e ligjit. Kërkon bashkëpunim, por dhe pavarësi dhe mbi të gjitha kërkon që shteti të investojë në ato kapacitete që i bëjnë rezultatet e mundshme dhe të mundshme. Faleminderit.